Kryepiskopi i Kishës Ortodokse Autoqefale në Tiranë, Anastasia Nollatos, vjen edhe një herë në qendër të vëmendjes, kësaj here jo për përplasjet mes kishës e shtetit siç ndodhi pak kohë më parë nëpërmet, por me promovimin e librit të tij. Historiani Pascal Milo ka shfrytzuar këtë promovim libri për të vlerësuar rolin e Nollatos. Mendoj se është një ngjarje shumë e rëndësishme për vetë kishën ortodokse të Shqipërisë, por është njëkohësisht edhe një ngjarje shumë e rëndësishme kulturore, bar shqiptare. Për herë të parë Nollatos ka preferuar të flasë shqip disa fjalë më shumë se sa thjesht një urim, siç ka bërë në çdo Krishtlindje apo Pashk. Vetëm 2 fjalë. Falënderime të ngrohta. Aja më njohësh, ke zemra. Promovimi i librit u bë në selinë e Kishës Autoqefale në Tiranë.